se në periudhën e ndaluar me ligj, Edi Rama dhe ministrat e tij organizuan 4.500 ngjarje, aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare për të ndikuar tek zgjedhësit, tek vota. Që të gjitha këto buxhet i qytetarëve shqiptar. Në zgjedhje u përdorën të gjitha burimet dhe potencialet, tashmë të certifikuara, të dokumentuara. Shpërblimi apo dhurata për 100 eurosh për pensionistët. Falja e gjobave për 200 milion euro dhe kamatave. Rritja me 8 herë të subvencioneve për fshatin. Punësimet të përkohshme në 10 raste. Krahas këtyre, ju jeni dëshmitar se policia politike elektorale